Për që ka më shifën informatat, po fshihen për shkak që edhe kek nuk jep informata. Gjithashtu, as komentet, a nuk i ka bot të dituna, zërreja, pas gjitha këtyne afateve, nuk i ka bot dituna. Komentet sa, po mendojnë që rritet rryma. Pra, nuk kam dyshim, edhe nuk ka dyshim zyrtarisht me anë fakteve që i kam që po fshihen informatat. Kjo s'do men. Po se kur hapen, gjithmonë po do të më hap me beteja. Njerë do të me thim bledin që pa tjetër do të më konë zërreja, se njerë zvin tani thoi një dëna me ardhje, po vim, vjen kryeministri për shembull në kuvend, gjysën e bën fushat, gjysën ka dhënë diçka dhe ato gjysën nuk i ka të vërteta, e tjera. Po megjithatë deputete, kjo është çështje që edhe ju opozita a do të jeni sa shtonike në çet rast, në çito betejë ku në çito raste që themi gjithmonë dyshohet që edhe kur fshihet diçka sa është lën vend për dyshu, domethënë pastaj ku është opozita, sepse këtu betejë do të zhvillojë opozita brenda institucioneve të tjera, jo dikush tjetër. Ose nëpër tallimin sigurisht seancën, nuk po them që nuk është e mundur se na jetojmë demokraci, është më e vështirë. Se mu konë që duhet, këto informata ishin konë publike, shumë shpejt, si ishin bu as për AIPA, as për kur gjë tjetër. As nuk na u kishim fshi, as nuk ish për shembull kontratat të shqipërisë energjisë elektrike nuk më janë dhënë. Domethënë mu konë rënë e mirë si ishin bu këtë tim hicat. Po, tjetra është që na beteja sigurisht që po bohen, edhe nuk është që është punë ekstra, po pse mu bu ma e vështirë diçka kur me ecë bre këtë vend? Pse po miremi me do dokumentat që saku? Me ecë për para, ko gjera tjera që mundemi me dërku për para. Seancën për shembull për naftën e kemi thirrë si opozitë, si parti opozitare, me 40 nënshkrime. Për debati për energji këmë u thirrë për 40 nënshkrime, se ndryshe dhe zbohet. Pra, për disa elementet të ekonomisë, si që është nafta, që është prapë energjia, dhe se energjia si rryma elektrike, se shumë e njëri mendon që janë damen, po këto adresohen për një komunitet, e që është komuniteti i energjisë, këto janë me nënshkrimet ma shumë se një partije. Mendon që këto neglizhenca, këto bllokime që bën nga pushteti kanë lidhje me gjitha ato, themi, dyshime për keqpërdorime me çështjen e energjisë? Po, pse për shembull mos mu tregu për thëngjell. A flajna me thëngjell, a thege kryeministri, flajnë me thëngjell, pse mos mu tregu sa po nxirret thëngjell? Thëngjilli është në ranje, në raporte të nxjerrjes, tash nuk është që ka analiza sa ka thëngjell tash për tash. Ato na që marrim të mirë që na në ato ke pasën. Një vend që s'mundet me nxjerr thëngjillin e vet, pse na mos me bë këtë çështje të madhe? Pse unë me dërgu në Agjencion për Informat dhe Privatësi sa po nxjerr thëngjell? Pse s'do me kallëzu ti vetë si kompani publike, pse s'do me nxjerr thëngjell? Pse s'do u dash me bë betejën në komision për me pas vizitat e ndërmarrjeve Trepça dhe Kek në muajin prill? Kemi shumë punë, thëshin. Pse u refuzohen? Kena shumë punë, kena me kështu ligjet. Psha ka lidhje mi shtu edhe një orë ose dy për me, po në fund u pranun. Ama nuk u pranun pa një diskutim 1 orë e gjys. Tash 1 orë e gjys, pse mi argju? Jo mi argju, pa është investim. Se nëse sot Trepça ka kushte që cilat nuk duhet të pranohen si të punës, me njëherë inspekcion. Edhe Keku, të fotografi të mërshme më dërgoj njerëzit. Edhe mos me shku mi vizitu. Na i kena po dhe vetë hirës fundit, në qëfar baraka rrim.